Partia opozitare maqedonase LSDM ka publikuar sot, siç e quajnë ata, një skandal të ri me tender milionësh. Sipas tyre, bëhet fjalë për një kontratë në vlerë prej 1.2 milion euro, edhe nga posta e mashinisë së veriut për pastrim dhe mirëmbajtje të higjienës. Antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s Renata Mladenovska tha se kompania BS Clinic Import Export SHPK në Lëshkup, e themeluar më 10 korrik 2024, ka fituar një tender në vlerë prej 1.2 milion eurosh nga posta e mashinisë së veriut. E për këtë kompani, ajo thotë se është e afërt me lëvizjen Znam. Sipas saj, bëhet fjalë për një person me funksion politik, këshilltar nga partia Znam në komunën e Kisellavodës, që ngre dyshime serioze për lidhje politike dhe keqpërdorim të tendereve publik. Kontrata e lidhur është për pastrim dhe mirëmbajtje të higjienës, bëhet fjalë për një kompani pa punëtor, pa kontrata të mëparshme të realizuara dhe pa përvojë. Në momentin e aplikimit, kjo kompani nuk i ka plotësuar kushtet bazë të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit, nuk kishte minimum 3 kontrata të mëparshme për mirëmbajtje higjienike, nuk kishte të paktën 50 të punësuar, nuk kishte realizuar të ardhura vjetore prej së paku 100.000 eurosh në 3 vitet e fundit, madje nuk kishte as pajisje teknike. Pavarësisht këtyre mangësive, shtoi Mladenovska, kompania gjithsesi është e përzgjedhur. Nemala minimum 3 prethodni dogovori. Kjo u bë përmes paraqitjes së 9 kontraktorit, serta në ofertën e përbashkët, një kompani me përvojë shumë vjeçare në fushën e higjienës. E dyshimt, vetëm rreth 20 ditë pasi kompania fitoi tenderin milionësh nga posta, më 24 nëntor 2025, pronari i ri bëhet Sasho Petrovski. Sikur kompania të ishte themeluar ekskluzivisht për të fituar tenderin, pronari ndryshohet menjëherë pas përzgjedhjes në tender, ndërkohë Sasho Petrovski është këshilltar i Znamit në komunën e Kisellavodës. Nga LSDM më tej theksojnë se do të vazhdojnë me publikimin e skandaleve dhe, siç e deklaruan, lufta kundër krimit dhe korrupsionit nuk do të ndalet.